Më priti 10 vjet, Ledina Çelo, ja si jam njohur me burin. Me Naimin u takova rastësisht në Zvicër. Ai aso kohë kishte fituar statusin kampion bote në kickbox dhe ishte i ftuar special për të parë koncertin e këngëtarëve nga Shqipëria. Ishte hera e parë që më pa dhe pasi mbaroi koncerti, të gjithë artistët pinë kafe me të. Në fund, më dha numrin e telefonit dhe më ftoi në ndeshjen e tij. Nuk doja t'i jepja numrin tim dhe i dhash numrin e vëllait tim që ndodhej në Gjermani. Vëllai im e pëlqen shumë boksi dhe thash, t'ja ngec vëllait. Pas 2-3 muajsh më merr vëllai në telefon dhe më thot, Ledina, më ka marrë një djalë nga Kosova, duke i djalë shumë i mirë, i sjellshëm. Më tha që ka një ndeshje. Shko po deshe, i thash. Vëllai kishte shkuar në ndeshje kurse unë, duke qenë se isha shumë e re dhe nuk doja një lidhje serioze, u shkëputëm 10 vjet. Ai pa jetën e tij, unë pash jetën time. Më pas ai u takua rastësisht me vëllain tim. Vëllai më telefonoi dhe më tregon që kishte takuar Naimin dhe donte të fliste me mua. Më pëlqeu shumë. Kishte po atë butësinë si dikur dhe filluam komunikimin. Pas një viti, duke folur në telefon, u takuam, tregoi Ledina.